Mozaiku i Tiranës ndodhet jo shumë larg qendrës e megjithatë jo shumë kryeqyteta dinë për ekzistencën e tij. Mozaiku dhe bashkë me të rronohet e një ndërtesë të lashtë u zbuluan në vitin 1972 kur punoi për ndërtimin e bllokut të banesave Partizani në lagjen nr. 9 të Tiranës. Studimet faktuan se mozaiku datonte në fund të shekullit të 4, duke përmbysur kështu dhe vitin e themelimit të Tiranës si qytet. Deri në atë periudhë, Tiranën e njësonin me vitin e ndërtimit të xhamisë e Tembeut dhe me disa vendbanime të ndërtuara rreth shekullit të 8 dhe të 9. Në një intervistë për atë shën, arkeologu Luan Nezha flet për vlerat e këtij monumenti arkeologjik. Mozaiku i Tiranës është zbuluar në vitet 82, zbulimi është rastësor, nuk është zbuluar me librin e arkeologjisë ose me librin e dhejot me projekte ndryshe. Është zbulim rastësor. Mendohet që kalon 3 faza, që faza e parë është e shekullit 2, faza e dytë po thona e shekullit 3, 4 dhe faza finale që mendohet që është e shekullit 5. Kemi bërë një ndarje që mendohet që është ndarje e thjeshtë, jo mozaiku A, B dhe C. Mozaiku është rreth 168 metra katror. Momentalisht ekziston rreth 33% e 168 metra katror. Mozaiku ka më shumë paraqitje gjeometrike, ku kemi pothuajse pjesë gjeometrike siç duken edhe nga pamja, dhe përveç një fragmenti peshku, që siç thash më parë, kjo është pjesa e peshkut ose fragment peshku, dhe këtu jemi tek pjesa e mozaikut C. Më tutje janë dhe 2 vaska për fermentimin e rrushit. Por Shqipëri themi që nuk janë me numër të madh, kurse për unikale nuk mund thona që janë unikale për vetë arsyen se ka dhe në qytetet tjera. Është restauruar në rreth viteve 85-86 dhe më vonë që është restaurimi në 2009 që ishte i më vonshëm, kurse edhe më vonë ka pas mirëmbajtje, projekte ndryshme. Kemi dhe vendosjen e tender, fatmirësisht mozaiki është ndër vetë mozaikët që është i hapur pothuajse në zonën e Shqipërisë mesme dhe pothuajse është i hapur gati 12 muajt e vitit. Duke parë dhe informacione, duke parë dhe interesin që ngjall për vizitorët e ndryshëm. Kemi italian, francez, anglez, gjerman, pothuajse gjithë tuajt, japonez, kinez. Mozaiku i Tiranës është normalisht nuk mund ta mohojmë që s'ka qenë kish, po me periudat ndryshme, fazat ndryshme, nuk është se ka pas një fazë të vetëm edhe kjo është fatmirësi që identifikon Tiranën më herët se sa disa zona tjera ose vende historike që mendohet. Mozaiku i Tiranës është identifikim më i hershëm për Tiranën. Priten dhe studime më të vonshme, rezultate më shumë studimore në fushën e arkeologjisë dhe historisë, po them që për momentin për fushën e Tiranës, në thojza, mund të identifikoj vetëm mozaiku i Tiranës, duke qenë që është pothuajse e vetmja zonë arkeologjike që më e hershme se sa zona tjera. Mendohet që shekullit 5, ndoshta edhe fillim shekullit 6, por shekullit 5 më shumë më shohet, ose fund shekullit 4, janë 2-3 alternativa që nuk mund t'i presim me thikë të madhe që është tek këtij shekullit, është duke qenë që edhe kisha mendohet që është e një stilit paleokristian dhe mendohet që është tek kësaj shekulli. Mozaiku i Tiranës i ka vlerat, por ato kërkojnë më shumë promovim, sikurse edhe shumë objekte të tjera të trashëgimisë kulturore në Shqipëri.